Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish të natën e sonte me mua Tirona Lilin për të ndarë rrëfimin e radhës. Sonte në linjë telefonike do të lidhemi me një djalë nga Shqipëria i cili aktualisht jeton në Itali. Rrëfimin të cilin do ta tregon është një rrëfim jashtëmase i dhimbshëm dhe shumë i ndjerë. Bëhet fjalë për dy vëllezër të cilët nuk flasin me njëri tjetrin dhe arsyeja e gjithë këtij tmerri që e ka kapluar këtë familje është baxhanaku i vllaut të madh, që nuk kupton telefonatën e kemi nga vllau i dytë, vllau i vogël. Baxhanaku ka marrë një borxh parash dhe më pas nuk i ka kthyer. Parat janë të marrura tek vllau i vogël. Dhe në këtë mes, vëllezërit janë përçarë sepse gratë janë ngrindur me njëra tjetrën për çështje parash. Por historia është më e thellë. Unë dua ta kyç në linjën time telefonike dhe besoj që më dëgjon. Përshëndetje. Mirëmbrëma Tiron. Faleminderit shumë që je me mua, faleminderit që vendose në fakt një herë të ndash rrëfimin tënd. Unë të premtoj që gjithçka do të jetë ndryshe. Besoj që edhe ti ndoshta s'do ta njohësh veten kur ta dëgjosh, por dua të dëgjoj në mënyrë të detajuar se çfarë ka ndodhur në familjen tuaj. Unë e di, po publiku dua që ta dëgjon këtë rrëfim sepse ndoshta edhe do të jetë një motiv për të tjerët. Po Tiron, po. Familja jonë edhe shumë bukur. Ishim një familje shumë e lumtur, shumë vite më parë. Ne jemi dy vëllezër, kemi baban, kemi dhe nënën. Unë jam vëllau i parë edhe pse më i vogël që jam larguar nga Shqipëria dhe kam ardhur në Itali. Pas 3 viteve të mia, nga vështirësitë financiare që kishim, erdhi në Itali edhe vëllau. Në atë kohë ne nuk ishim të martuar, ne ishim shumë të lumtur. Gëzonim një dashuri të madhe dhe mendonim që nuk ka armë që ne mund të na prishë. U martua në fakt vëllau i pari, më pas u martova edhe unë, dhe fillimet ishin shumë të lumtura. Kemi punuar me shumë ndershmëri, bëm para, siguruam një jetë të mirë dhe mundoheshim që të jemi sa më afër njëri tjetrit, deri në momentin që baxhanaku i tij më bëri telefon dhe më kërkoi 80.000 euro për të mbyllur ratën të banesës në të cilën jetonte. Unë ja dhash ato para sepse e ka vllau baxhanak dhe nuk mund të dyshoja. Por ato para nuk u kthyen për 4 vite më radhë. E kuptoj. Dhe unë, si një njeri normal, shkova t'i them vëllau tim që të lutem nëse mundesh fol, sepse më duen ishin e lekët të mijat. Ja dhash për Zot. Po më fal, të lutem një minutë. Vllau jot tani do me thënë është prishur komplet me ty, sepse nuk mund ta hudhën baxhanaku në rrugë i cili nuk merr asnjë lloj përgjegjësie nga kjo gjë që po kaloni. Jo, në asnjë mënyrë, këtu ndodhi e gjitha. Dhe të nesërmit vëllau më bën telefon, duke më ofenduar, duke më kërcënuar, me çfarë të drejtë ti ja kërkon parat atij, unë atë e kam në vend të vllaut, të dëvit turp, pasurinë e kemi bërë bashkë, dhe këtu përfshin edhe gratë. Fatkeqësisht, gratë i ritën zërat me njëra tjetrën, filluan në kërcënime, ofendime, dhe ne u shkatëruam. Dhe prej asaj dite, as nuk kam qenë te vëllau, as nuk ka ardhur tek unë. Vëllau bëri një dasëm, një synet, verën që kaloi të 2025-s. Fatkeqësisht, ne si familje nuk ishim askush dhe kjo ishte shumë e dhimbshme. Kam tentuar disa herë të komunikoj me të, por është shumë e vështirë. Po nënën, Në asnjë më fal, mënyrë. nënën që e keni të smur në krevat, nuk ka ardhur fare ta shikon vllau? Jo, këtë po thoja. Do me thënë vllau është shkatruar komplet nga unë. Lëre që nënën e kemi në krevat, por dhe babain e kemi invalid.
për asnjërin, as për nënën, as për baban, jo për mua, të vi për nënën e vet, dhe ta kuptoj që baxhanakun ta ketë me jetë e me shëndet, por familjen, ai nuk mund ta heqën, sepse familja është e shenjtë. Bëri dasmën, Po, ajo mendonim nusja, që mendon ti që është duke e nxitur vllaun sepse i intereson më shumë ti të ri me motrën e vet? pikërisht që po Tyran, sepse gratë i bëjnë të gjitha gjërat. Vllau im po të ishte në efekti nervoz, do të kishte kaluar nervoza dhe ne do të kishim vazhduar bashkë. Por ndërhyrjet e nusja e tij, e cila e përdori situatën për t'u shkatëruar me ne si familje, dhe u shkatërua. E beson ti që vitin e kaluar bëri dasëm dhe nuk na theriti, dhe mua krajlotit më binte, sepse shikoja nënën që qante, nga që ishte dhimbshme të bësh dasëm e mos kesh nënën babanë e mos kesh vëllanë aty. Ndërsa babai e tha vetëm një fjalë të vetme, që turp t'i vi, sepse me bukë e kam rritur edhe e bëra njëri. Mua kjo më dëmb, edhe unë uroj që ne të takohemi unë edhe ai, dhe mos bëhet se bebi një baxhanak E për të na tmerrshme. ndarë. Më Okej, fal, ata falë, unë dua të marr prej teje një mesazh. Do me thënë, dua të dëgjoj prej teje çfarë mesazhi do të kishe dashur që ti t'i japësh vllaut tënd. Cili është ai mesazh që ti do ta përçosh tek familja e vllaut? Ja këtë po them, ja lekët unë do t'ja fal, i ka të gjitha të falura, nuk i dua ato lek, le t'i mbaj, le t'i gëzoj, le t'i jetoj, le t'i shijoj. Por vllau si vëlla, le të vije derisa e ka nënën gjallë, baba në gjallë, se do t'i kërkon një ditë e nuk i gjen dot. Babai mërzitet shumë, nëna mërzitet tepër, kohën e fundit ka filluar ta sheh edhe në ëndër. Ai e di shumë bukur se kush është me kjo histori. Nuk ka nevojë të përmendim emra dhe mbiemra. Ati i djeg historia. Unë e di që ai thellë në shpirt na done, por gruaja nuk e lejon. Dhe uroj me zemër që të pendohet e të bëhet i fortë e të na kërkoj e të na vinë në shtëpi. Ne nuk ja përmendim as dasëm Unë as sinqerisht asgjë. të falenderoj shumë që more guximin të ndash këtë rrëfimin me mua. Uroj me shpirt që vllau tënd t'i bindë një herë në veshë dhe ta dëgjoj, se në fund të ditës gjaku i nuk bëhet. Gjaku duhet respektuar, unë nuk jam kundër që të respektohen dhe njerëzit e tjerë, por gjaku është më primar në jetë, do me thënë gjaku është dhurata e Zotit dhe unë duhet ta respektoj me patjetër atë gjën. Dhe uroj me zemër që vllau të bindet që ti e kërkon edhe të jeni bashkë të dy pa marrë parasysh çfarë ka ndodhur më herët. Faleminderit shumë. Unë të Uroj falenderoj dhe unë. shumë që ishe me mua dhe uroj me zemër që të bëni një zgjidhje. Amin. Faleminderit. E pra të dashur shikues, ishte kjo historia. Dy vëllezër që nuk flasin për hatër të grave. Kjo është e tmerrshme çfarë ditë jetoj.